Selvia ka ndarë një postim të jetë emocional në ditëlindjen e saj, duke kujtuar bashkëshortin e saj të ndjerë Shpat Kasapin. Përmes fjalëve prej kësaj ajo ka treguar se mungesa e tij ndihet edhe më shumë në një ditë që dikur ai dinte ta kthente në festë. Sado angazhime të kishe, sado momente të vështira të kishim kaluar, edhe kur jeta na sfidonte aq shumë, ti prap nuk e harroj këtë ditë. Ti dije se ta bëje ditën time festë. Dije se të më bëhet të ndjehem e veçantë, shkruan Selvia. Ajo rrëfense gjatë gjithë ditës ka pritur që Shpati të shfaqej, duke shpresuar për një moment se gjithçka mund të ishte vetëm një shaka e hidhur. Dhe sot, gjithë ditën kam pritur të vish, të hapa dera dhe të më shkruash. Surprizë, Selvo, ishte thjesht një shaka e hidhur, por ti nuk erdhe, shkroi ajo. Selvia shpreh se ende ka të vështirë ta pranojë mungesën e tij dhe se pavarësisht se mund të duket e fortë para të tjerëve, brenda vetes përjeton një dhimbje të madhe. Sot të gjithë mund të më shohin të fortë, të rregulluar, të buzëqeshur, të prezantueshme, por askush nuk e di sa shumë jam duke vdekur për brenda çdo ditë, rrëfeu ajo. Në fund Selvia e mbyll dedikimin me një mesazh të dhimbshëm për mikun e saj. Sot është ditëlindja ime Shpat, por pa ty, kjo ditë nuk është më si dikur. Më mungon më shumë se çdo fjalë që mund të shkruaj. Shkroi ajo duke prekur fancat dhe jo vetëm. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.